Shqipëria do të përballet në mbrëmjen e sotme kundër Serbisë në derbin e Ballkanit, një ndeshje e cila do të ketë vëmendjen e të gjithë tifozëve shqiptarë, të cilët do të jenë me sesionin të madh për 90 minuta në Air Albania, nëse Serbisë i lejohet edhe një hap i gabuar në Air Albania, për Shqipërinë është e kundërta. Çdo kombinim tjetër përveç fitores do të dërgohen në kuqezinjt jashtë garës për kualifikimin në botror. Ndërkohë serbët kanë filluar me disa lëvizje të çuditshme përpara takimit. Në fillim, media serbe Kurir ka spionuar lojtarët e Shqipërisë në stërvitje. Më pas ishte trajneri i Serbisë, Stojković, i cili ka mbyllur konferencën për shtyp duke folur në gjuhën shqipe. Faleminderit shumë. Një tjetër provokim ka ardhur për Berat Gjimshitin nga një prej gazetarëve të Serbisë. Ai ka pyetur kapitenin e Shqipërisë rreth gruas së tij, që është me origjinë nga Serbia, modelja Alisa Milenković. Gazetari serb e ka pyetur Gjimshitin se çfarë mendon ajo rreth kësaj ndeshje dhe tensionit mes dy vendeve, ndërsa përgjigjja e kapitenit ton ishte mjaft e qartë. Gjimshiti ka bërë të qartë gazetarit serb se jeta e tij personale dhe familjare nuk duhet të përfshihet në një ndeshje futbolli dhe se gazetari duhej të fliste vetëm për ndeshjen, jo të prekte familjen e tij dhe personalisht. Një tentativë e qartë kjo e mediave serbe, të cilët donin që të tensiononin Berat Gjimshitin përpara këtij takimi, por në fund nuk ja dolën dot. Pak kohë më parë, Berat Gjimshiti doli në një podcast me Edi Lushtakun, ku tregoi më shumë edhe rreth lidhjes së tij me gruan serbe. Gruaja serbe është e lindur në Zvicër, si dhe unë. Jemi takuar atje nga miqtë e përbashkët. Në fillim ishte shoqëri dhe pastaj u zhvillua në dashuri. Ishte një dashuri e ndaluar, por unë më shumë kisha merak për prindërit e mi, sepse ne çdo gjë e bëjmë për ta. Ishte frika e madhe e familjes dhe tani tema shqiptar-serb nuk ka më vënd për ne. Jemi një familje madhe dhe jemi një familje shumë e lumtur, do të thoshte Gjimshiti pak kohë më parë në intervistë të cilën e dha për podcastin Edi Lushtakut, dhe media serbe kanë dështuar që të përmbushin me sukses misionin e tyre, misionin për të provokuar kapitenin e Shqipërisë vetëm një ditë përpara takimit.